Prej vitesh në Pogradec ekziston një qendër kulturore për fëmijët, por që nga viti në vit aktiviteti i saj është zbehur si pasojë e mungesës së angazhimeve që duhet të kryenin punonjësit e saj. Prej shumë vitesh kjo godin me përjashtim të sallës së teatrit të kukullave, pjesa tjetër është jo funksionale dhe ka qenë e uzurpuar nga shoqata të ndryshme pas një lidhje me emrin e institucionit. Kjo problematikë është ngritur edhe nga këshilltari Ivan Gjogusho, i cili ka kërkuar lirimin e ambienteve dhe kthimin në funksion të kësaj qendre. Unë nuk e di që në Pogradec të ketë një institucion që të quhet qendra rinore, që të ketë një punonjës, që të ketë një, si me thëmë, grup të synuar se cilët do të punojë. Unë të në qytet ka një qendër kulturore e cila është vend në mëshirë të fatit, unë pyeta, qëllimisht. Çfarë bën në qendër kulturore të fëmijëve? Atje tha mund të kesh lloj-lloj organizatash, pensionistës, veteranësh, OJF, po vetëm për fëmijët e qytetit, atje nuk bëhet absolutisht asgjë. Se ku shkojnë fëmijët e qytetit për të bërë një kurs për anglisht, për violin, për futboll, atletik, e nuk e të çfarë, hajde të pyesim, unë e di se ku shkojnë. Pyesni edhe ju, dhe pastaj. Ai institucion duhet të boshohet dhe të kthehet edukimit të fëmijëve. Nga ana tjetër, Gusho ka ngritur edhe problematikën e një regjisori për trupën profesionistë të aktorëve, duke e cilësuar atë një problem të madh. Por ama këtë trup profesionistë nuk ka regjisor. Askush nuk shkoj ku të ketë regjisor. Dhe normalisht të kesh, nuk e di besoj se nuk ka nevojë për sqarime të tjera. Të kesh një ekip futbolli, ta trajnerë nuk e di se si funksionon. Dhe kjo do një regjisor. Kush do qoftë ky? Jenë nga Pogradeci, do të marrim nga Tirana, ku e di unë, po ama do një regjisor. Në kjo se do të marrësh një regjisor me Tiranë, vetëm për një premierë, ai do të kërkojë shumë më shumë. Dhe po thonë do të shumë nga vitet se sa pjasë. Kjo godin nga vetemri që ka duhet të ishte tërësisht në funksion të fëmijëve dhe aktiviteteve artistike kulturore apo kurseve të ndryshme, por në fakt, për vite të tëra ajo nuk kryen më këtë lloj aktiviteti, edhe pse punonjës gjithmonë ka pasur.